Jo vetëm Europa, por edhe Kosova është në alarm për shfaqjen e dronëve të huaj në qiell. Drejtori i përgjithshëm i policisë Gazmend Hoxha tha se dronë që dyshohet të jenë futur nga fqinji verior Serbia kanë shkelur hapësirën ajrore të vendit kohët e fundit. Në një prononcim pas organizimit të shkatërimit të disa armëve ilegale në prelez të Ferizajt, Hoxha i deklaroi se kanë njoftuar misionin paqëruajtës të NATO-s për këto shkelje dhe se po monitorojnë situatën. Gjatë ditëve të fundit kemi pasur shkatërime dronëve që ne po dyshojmë që vinë mbi territorin serbisë në pjesën veriore të Kosovës. Policia është në kontakt me KFOR-in, jemi duke monitorimin dhe me pas se çfarë mund të bëhet. Është e rrezikshme pjesën e kufirit, po për qytetarët tonë jog ne jemi duke i mbrojtur po ashtu, ndërsa hapësira ajrore është përgjegjësia e KFOR-it. Ne kemi njoftuar KFOR-in dhe partnerët tonë, KFOR-i është tash përgjegjësia e tyre janë duke punuar për këtë drejtim. Hapësira e ulët ajrore e Kosovës menaxhohet nga Autoriteti i Aviacionit Civil, por hapësira e lartë, ajo mbi 6200 metra, është në kontrollin e Hungarisë, përkatësisht të Hungaro Control. Kjo për shkak se Kosova nuk ka arritur ende kapacitetet për të menaxhuar hapësirën e lartë ajrore, në përputhje me rezolutën 1244 të Këshillit të Sigurimit të OKB-s, por edhe me ligjet e tanishme në Kosovë, komandanti i KFOR-it është përgjegjës për sigurinë e hapësirës ajrore që nga viti 1999. Këtë javë presidentja e Kosovës Vjosa Osmani tha gjatë qëndrimit në SBA se Beogradi paraqet kërcënim të vazhdueshëm për Prishtinën. E pyetur në një intervistë për Fox News nëse Kosova dhe Serbia ishin prag një konflikti në qershor, Osmani tha se fqinjit verior të Kosovës i pëlqen të shkaktoj probleme her pas here. Ajo theksoi se administrata e presidentit Trump ka bërë punë të mirë në parandalimin e përshkallëzimit të situatës.